Të nderuar shikues, përshëndetje. Në ditët e para pas fitores naziste në zgjedhjet e korrikut 1932, Adolf Hitler informoi Josef Goebbelsin se ai synonte ta bënte drejtor të një ministrie të re propagande, kur nazistët morën frenat e qeverisë kombëtare. Goebbelsi shpejt parashikoi një perandori që do të kontrollonte shkollat, universitetet, kinematografin, radion e kështu me radhë. Edukimi kombëtar i popullit gjerman, shkroi Goebbelsi, do të jetë në duart e mia. Dhe ne sot të gjithë e dim se si përfundoi Hitleri, Goebbelsi e madje edhe Gjermania. Ideja propagandës është më e vjetër se sa ajo naziste. Për herë të parë, u hodh në kongresin e parë sionist në Basel të Zvicrës nga babai i sionizmit Theodor Herzl. Kjo ide, në vitet e 80-ta të shekullit kaluar, do të quhej Hasbara dhe do të shtrihej në çdo porë të shoqërisë brenda Izraelit dhe në skenën ndërkombëtare për ta paraqitur Izraelin si demokracinë e vetme në lindjen e mesme dhe si shtetin viktim të terrorizmit arab musliman. Që atëherë, kjo do të shënojë suksese të jashtëzakonshme, sidomos në mendësinë perëndimore, por jo edhe sot, kur ran maskat dhe Izraeli u zhvesh si shteti më fashist në gjithë botën. Për ta kuptuar drejt se kush është Izraeli dhe çfarë po ndodh sot në Palestinë, duhet të kthehemi 2 shekuj pas. Që nga ideja e një shteti hebre, ndikimi sionist në politikën e Europës kolonialiste në prag të luftës së parë botërore, bashkëpunimi i sionistëve dhe nazistëve në luftën e dytë botërore, luftrat me shtetet arabe deri më sot, sionistët kanë shfryzuar një kartë për të bindur botën se janë viktima e vetme në historinë e tokës. Këtë kanë arritur përmes planeve të mirë realizuara propagandistike, e që të pushtojnë tërësisht mendjen dhe empatinë perëndimore. Në vitet e 80-ta lansuan fushatën e njohur Hasbara dhe përmes investimeve miliardëshe kanë infektuar gjitha institucionet pothuajse, kinematografin, universitetet, televizionet, media sociale e madje edhe qeveritë perëndimore. E gjithë kjo ka pas sukses deri sot, por jo edhe nesër, sepse pavarësisht gjithë makinerisë perëndimore të propagandës, hija e zezë u hoq dhe u zbulua natyra e vërtet fashiste e Izraelit. U desh dhimbja e hidhur e luftës së Gazës për t'i vënë flakën propagandës Hasbara me gazetarët e Gazës në terren, duke përdorur mjetet e krijuara nga manjatët e mediave perëndimore për treguar historitë e tyre të paredaktuara. Është vera e vitit 1982. Izraeli dëshiron të shkatërrojë kontingjentin e Organizatës për Çlirimin e Palestinës në Libanin fqinj dhe të godas vendin nga ajri, toka dhe deti. Në atë kohë, të paktën 17.000 njerëz u vranë në Liban dhe 30.000 të tjerë u plagosën, pothuajse të gjithë civil, duke nxitur mediat perëndimore të denoncojnë Izraelin si agresor dhe ngacmuesin e lagjes. Ajo që pasoi ishte një bastisje barbare ushtarake kundër refugjatëve palestinez dhe civilëve libanez në kampet Sabra dhe Shatila, ku deri në 3.500 njerëz u masakruan në 2 ditë. Këtu, shtypi me të drejtë do ta përshkruante masakrën si një masakër. Skenat e ndërtesave të bombarduara dhe familjeve të shkatruara që ecin në mënyrë të paqëndrueshme nëpër rrënoja mes vdekjes së njerëzve të dashur, të kujtojnë masakrën e parë sot në të njëjtin vend. Por tani në vitin 2024, Izraeli nuk konsiderohet më një tiran, kur fillon sulme brutale kundër popullatës civile. Në vend të kësaj, ajo është transformuar në një viktim që vepron vetëm për vetmbrojtje. Si e realizoi këtë? Sipas ekspertëve, riemërtimi i Izraelit mund t'i atribuohet fushatës së tij të lartë Hasbara, e cila mund të përkthehet ose si diplomaci publike ose propagandë, varësisht se kush pyetet. Hasbara, fjalë hebreje, është një teknikë diplomacisë publike që lidh luftën e informacionit me objektiva strategjike të shtetit izraelit. Diplomacia publike duhet të konceptohet strategjikisht si një prioritet i politikës së jashtme, ku një imazh pozitiv i Izraelit kultivohet në skenën botërore, veçanërisht duke marrë parasysh sfidat e imazhit me të cilat Izraeli është përballur vazhdimisht që nga krijimi i tij në vitin 1948. Gjëja e parë që Izraeli duhej të bënte për të fituar mbi vendet perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara, ishte ndikimi në mediat amerikane. Në vitin 1982, nuk ishte në interesin e perëndimit që lufta të përshkallëzohej, tha Nasser Najjar, një autor dhe konsulent mediatik me bazë në Vancouver. Duke folur për TRT World,
Ai tha se qeveria e SBA-s në atë kohë, nën presidentin Ronald Reagan, ishte prirur të ndalonte konfliktin e mëtejshëm, kështu që narrativa medias perëndimore ushqehej me ambicet politike të SBA-s, siç ka qenë gjithmonë rasti. Duke njohur këtë, Izraeli filloi të kushtonte më shumë vëmendje formësimit të politikës së jashtme të SBA-s, duke formuar opinionin publik amerikan. Pas dështimit të perceptuar të medias më 1982, zyrtarët e kuptuan nevojën për të ringjallur fushatën e saj Hasbara për të shpenguar veten. Izraeli e ka kuptuar prej kohësh rëndësinë e krijimit të një narrative ku është viktim, duke vepruar në vetmbrojtje me mjetet e propagandës në ndërtimin e një shteti më të vjetër se vetë shteti i Izraelit. Theodor Herzli, babai themelues i sionizmit, i tha një auditori në Kongresin e Tretë Sionist në vitin 1899 të mbajtur në Basel të Zvicrës. Ka ardhur koha për të vepruar, për të angazhuar në propagandë dhe për të punuar. Izraeli është gjithashtu i vetëdijshëm se ndërtimi i imazhit ndihmon në formimin e opinionit publik dhe gjithashtu rezultateve gjeopolitike. Ndihimi i SBA-s si donatori i saj më i madh dhe aleati më i madh ishte kritik në mënyrë që të anonte politikën e jashtme të vendit në mënyrë më të favorshme drejt Izraelit. Në vitin 1980, Kongresi Amerikano-Hebre, një lobby grup, raportoi: asnjë ngjarje e vetme nuk e ka sjellë në shtëpi nevojën për një Hasbara ose program informacioni më efektiv, më bindës, se sa lufta e vitit 1982 në Liban dhe ngjarjet që pasuan. Ishte ky moment në histori që e nxiti lobin izraelit të përqendronte kontrollin e tij mbi narrativën e pushtimit të Palestinës, shpjegon Sud Gjheli për TRT World. Profesori i komunikimit i Universitetit të Massachusetts tha se fushata e pas vitit 1982 ka qenë fushata më e suksesshme e marrëdhënieve me publikun në histori për të kthyer përmbys perceptimin e realitetit, për të paraqitur Izraelin si një veprim thjesht mbrojtës kundër hordhive barbare muslimane. Gjheli është gjithashtu themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i filmit të vitit 2015, The Occupation of the American Mind, i cili fokusohet në përpjekjet pro-izraelite të marrëdhënieve publike brenda Shteteve të Bashkuara dhe se si qeveria izraelite, qeveria amerikane dhe lobi pro-izraelit filluan të punojnë që të ndikojnë në mbulimin mediatik amerikan të Izraelit. Këtu hyn reklamuesi kryesor dhe ekzekutivi markës Karl Spielvogel. Ai kishte udhëtuar tashmë në Izrael në vitin 1976 për të këshilluar mbi strategjitë e komunikimit dhe PR-in, duke mbajtur fokusin në të drejtën e Izraelit për vetmbrojtje. Por pas vitit 1982, Spielvogel këshilloi krijimin e një posti kabineti dedikuar paraqitjes së politikës izraelite në një mënyrë tërheqëse. Shtoi në kësaj edhe nevojën për të demonizuar palestinezët si terrorist. Spielvogel do të riformulonte konfliktin Izrael-Palestinë me theksimin se dhuna e Izraelit është gjithmonë legjitime, sepse është vetmbrojtje. Qëllimi nuk ishte vetëm krijimi i strategjive për të kundërshtuar imazhet negative, por edhe për të drejtuar dhe menaxhuar imazhin publik paraprakisht. Me këshillën e tij në vitin 1984, projekti Hasbara filloi për të trajnuar izraelitët në komunikim dhe për të ofruar vendosje në kompanitë amerikane. 2 vjet më vonë, Kongresi Amerikano-Hebre do të mblidhte $200.000 për të investuar në aftësitë e marrëdhënieve publike të qeverisë izraelite. Mendimtari dhe akademiku palestinez Eduard Said përshkroi detajet e kësaj përpjekje të dëshpëruar PR-i, e cila përfshinte drega dhe udhëtime falas për gazetar me ndikim, seminare për student hebrej të universiteteve, bombardimi me ftesa dhe vizita i kongresmenëve dhe grave, trajnimi komentuesve për të bërë referenca të shpeshta për Holokaustin dhe gjendja e vështirë e Izraelit sot. Reklama në gazeta që sulmojnë arabët dhe lavdërojnë Izraelin. Izraeli është i vetëdijshëm për rëndësinë e krijimit të imazhit dhe ka pasur gjithmonë nevojë për mediat perëndimore për të forcuar narrativën e tij. Ai e kupton vlerën e drejtimit të ndjenjës publike në lidhje me konfliktin dhe shikimin e palestinezëve përmes një lente izraelite si armik, si terrorist. Pas 11 shtatorit, në kohën mes qëndrimit të tij si kryeministër, Benjamin Netanyahu i përshkroi sulmet ndaj SBA-s si të mira për marrëdhëniet izraelito-amerikane. Ai deklaroi:
do të gjenerojë simpati të menjëhershme dhe do të forcojë lidhjen midis dy popujve tanë, sepse ne kemi përjetuar terror gjatë kaq shumë dekadash, por Shtetet e Bashkuara tani kanë përjetuar një hemorragji masive terrori. Në transmetimin e mesazhit se bota kishte një armik të përbashkët, terroristët musliman, Netanyahu krijoi me sukses aleanca dhe vazhdoi të prishte çdo bisedë paqeje midis Izraelit dhe Palestinës. Ndërthurja e rezistencës palestineze me spektrin e terrorizmit i jep një legjitimitet operacioneve ushtarake izraelite që shkurtojnë përpjekjet diplomatike, shkroi gazetari palestinezo-amerikan Ali Abu Nimah në një esej viti 2011 rreth llogaridhënies izraelite. Por dekadat e fundit të fushatës propagandistike të Izraelit tani po sfidohen. Palestinezët që dikur ose u fshin nga tregimi ose shiheshin si terrorist, tani janë në gjendje të tregojnë se si duket njerëzimi përmes mediave sociale. U desh dhimbja e hidhur e luftës së Gazës për t'i vënë flakën propagandës Hasbara, me gazetarët e Gazës në terren duke përdorur mjetet e krijuara nga manjatët e mediave perëndimore për të treguar historitë e tyre të paredaktuara. Ndërkohë shtypi perëndimor ka rikthyer shkrimin Izraelit se Izraeli po shkatërron Gazën për të eliminuar Hamasin. Duke dashur të kuptojnë të dyja anët e historisë, të rinjt, aktivistët të rinj, blogerët, gazetarët, dolën në mediat sociale për të ndarë atë që po ndodh në të vërtet në terren në Gaza, shpjegoi Sahar Hamis nga Universiteti i Marylandit për TRT World. Është përmes këtij tregimi alternativ që filloi të shfaqet një mbulim pro-palestinez dhe veçanërisht midis të rive nga Palestina, por jo vetëm nga Palestina. Kështu që ky është ndryshimi i paradigmës dhe tranzicioni për cilin po flas. Dhe mendoj se është shumë e rëndësishme, shtoi Hamis, një profesor i asociuar në komunikim, i cili gjithashtu ka shkruar një punim mbi rolin e mediave sociale kundrejt mediave kryesore në mbulimin e luftës në Gaza. Kur marshimet paqësore pro-palestineze, anti-apartheid, mbushën rrugët e qyteteve anë mban botës, duke bërë thirrje për një pushim, politikanët e rreshtuar me Izraelin i shpallën ato si marshime urrejtjeje. Megjithatë, këto përpjekje për të barazuar antisionizmin me antisemitizmin nuk e ndaluan vazhdimin e protestave. Në mars, Netanyahu pranoi se rrotat e tij të propagandës ishin thyer, duke ia vënë fajin ekipit të qeverisë për mungesën e anglishtfolësve të artikuluar. Thjesht nuk ka njerëz, ju jeni të rrethuar nga njerëz që nuk mund të bashkojnë dy fjalë në anglisht. Ne duhet t'i gjejmë ata. Edhe kandidati presidencial Donald Trump u hodh për të komentuar mbi strategjinë e mediave të Izraelit, duke thënë në prill: ata po e humbin luftën e PR-it. Ata po e humbin atë shumë. Imagjinoni, para se rrjeti më i fuqishëm televiziv në botë, CNN-it, publikoi lajmet për luftën e Izraelit në Gaza, fillimisht duhet t'ia dërgoj gazetës sioniste Jerusalem Post që t'i përshtatet narrativës sioniste që Izraeli është viktima e cila ka të drejtën e vetmbrojtjes. Në vitin 2022, kabineti izraelit miratoi një fushat prej $30 milion për financuar fshehurazi propagandën e qeverisë izraelite në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të tjera perëndimore. Grupet lobuese izraelite si AIPAC, i cili njihet për financimin e madh të narrativave mediatike pro-izraelite, vazhdojnë të bëjnë presion si politikanëve, ashtu edhe rrjeteve mediatike për të ndjekur kursin e propagandës sioniste. Kjo ndodh sidomos në vendet perëndimore, ku liderët e këtyre vendeve, siç e kemi parë, nëse sot kritikojnë sjelljen e Izraelit, nesër përgënjeshtrojnë veten. Por vitet e fundit, raportet e analistëve të medias tregojnë se njerëzit po e refuzojnë informacionin e mediave kryesore dhe tani po zgjedhin të marrin lajmet e tyre ose nga mediat sociale ose përmes konkurrentëve ndërkombëtar. Pas sulmeve të udhëhequra nga Hamasi ndaj Izraelit më 7 tetor 2023, media perëndimore raportoi pothuajse ekskluzivisht nga këndvështrimi i Izraelit. Për shembull, në CNN, të gjithë gazetarëve që raportojnë për Izraelin dhe Palestinën u kërkohet të paraqesin punën e tyre për shqyrtym nga byroja e rrjetit në Jerusalemin perëndimor, përpara se të publikohet, sipas një politike të kahershme. Ndërsa CNN-i deklaron se kjo politikë synon të sigurojë raportim të saktë për një çështje përçarëse,
Ajo ka rezultuar në mbulimin e fundit të rrjetit të luftës në Gaza dhe pasojat e saj globale, duke u ndikuar nga gazetarët që veprojnë në mbikëqyrjen e cenzurës ushtarake të Izraelit. 10 gazetarë që kanë mbuluar luftën në Gaza për CNN-in dhe BBC-n zbulojnë funksionet e brendshme të atyre redaksive nga 7 tetorje në vazhdim, duke pretenduar një anshmëri pro-izraelite në mbulim, standarde sistematike të dyfishta dhe shkelje të shpeshta të parimeve gazetareske. U bë qartë se kishte gjithashtu mungesë të kontekstualizimit të mbulimit në mediat kryesore. Në mediat amerikane dhe mediat perëndimore në përgjithësi, dhe ju e dini se disa nga aspektet mungonin, mbulimi nuk ishte mjaft i thellë dhe nuk ishte mjaft i balancuar, tha Hamis. Ndërsa lufta përbaronte, cenzura mediave sociale nuk arriti të shquante një shpërthim të gazetarisë qytetare në gjithë Palestinën. Bota tani ishte në gjendje të dëshmonte qasjen shkatërruese të Izraelit, viktimat e larta civile dhe prishjen e infrastrukturës së Gazës në kohë reale. Dhe më në fund, mediat kryesore filluan dalë të kuptojnë rolin e Izraelit në gjenocidin që po shpaloset. Si ndryshimi i ndjenjave në reagimin e publikut ndaj luftës dhe raportet e Kombeve të Bashkuara që deklaronin veprimet e Izraelit si krime lufte, shtuan edhe më shumë presionin mbi shtypin për të mos e karakterizuar Izraelin si viktim. Në Mbretërinë e Bashkuar, qoftë duke parë BBC-n apo ITN, është e qartë se konsiderimi i Izraelit si autor i luftës në tokën e pushtuar nuk do të ishte kurrë i pranueshëm për aleatët e Izraelit. Financimi i hallkave mediatike për të përhapur propagandën izraelite mbetet një armë e rëndësishme në mbështetjen e shtetit të Izraelit. Në vitin 2022, kabineti izraelit miratoi një fushat prej $30 milion, të udhëhequr nga Yair Lapid, ministri i jashtëm i atëhershëm, i quajtur koncert, për të financuar fshehurazi propagandën e qeverisë izraelite në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të tjera perëndimore. Dhe në vitin 2023, vetëm disa javë pas luftës, qeveria lëshoi më shumë fonde për fushatën e saj, Hasbara. Ka gazetarë dhe disa rrjete mediatike kryesore që po punojnë jashtë orarit për të siguruar që narrativa izraelite të shfaqet dhe kjo ishte e qartë natyrisht me artikullin zhgënjyes të New York Timesit mbi përdhunimin si armë, tha Najar. Grupet lobuese izraelite si AIPAC, i cili njihet për financimin e madh të narrativave mediatike pro-izraelite, vazhdojnë të bëjnë presion si politikanëve, ashtu edhe rrjeteve mediatike për të ndjekur kursin. Për të përmbushur misionin e saj, Hasbara synon diplomatët, politikanët dhe publikun përmes mass medias. Ai realizohet gjithashtu nëpërmjet shumë instituteve dhe agjencive qeveritare, si dhe në qendra kërkimore, universitete, organizata jo qeveritare dhe firma lobuese. Izraeli madje ofron bursa Hasbara dhe grante për të nxitur avokimin pro-izraelit, ndërkohë që një numër individësh nga gazetarët deri te blogerët punojnë për të krijuar një imazh pozitiv të vendit. Në rast se ky qëndrim dështon, ka disa strategji të përdorura mirë në arsenalin e tyre që inxhinierët Hasbara kanë përdorur. Njëra ka qenë për detyruar publikun të bëjë një zgjedhje midis Izraelit dhe Hamasit. Sot ne shohim vazhdimisht këtë dikotomi të luajtur në segmentet e transmetimit ndërkombëtar. Duke vepruar kështu, Izraeli është përshtatur si një aktor racional dhe i pafajshëm, i provokuar nga një kërcënim irracional terrorist, duke e bërë çdo kritik ndaj veprimeve të Izraelit de facto falje për terrorizmin. Ndërsa një numër i qeverive perëndimore kanë cilësuar Hamasin si një organizatë terroriste, duke përfshirë SBA-n dhe Bashkimin Evropian, Norvegjin dhe Zvicrën, ato ende mbajnë lidhje diplomatike me grupin. Australia, Zelanda e Re dhe Britania e Madhe e konsiderojnë vetëm krahun e saj ushtarak një organizatë terroriste. Një numër shtetesh të tjera jashtë perëndimit nuk e etiketojnë atë një organizatë terroriste dhe OKB-ja në vitin 2018 hodhi poshtë një rezolutë të SBA-s për ta dënuar atë si një organizatë terroriste. Ndoshta taktika më e zakonshme ka qenë lidhja çdo kritike ndaj politikave izraelite, qoftë shkelje të drejtave të njerëzit apo kolonizimi i palishëm i tokës palestineze me antisemitizmin. Në këtë proces, Izraeli krijoi një narrativ për veten si viktime pafajshme e terrorizmit palestinez, një histori që ju akordua me të drejtën sovrane të mbrojtjes kundër sulmeve ekzistenciale. Armatizimi i çështjeve të drejtësisë sociale dhe përveçimi i gjuhës wake është një tjetër strategji miratuar shpesh. Për shembull,
Tregimi se si Izraeli është vetmja demokraci në lindjen e mesme, përsëritet pafundësisht, duke treguar se është vendi i vetmuar që respekton të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit në një rajon ndryshe regresiv dhe armiqësor. Pinkwashing, duke shfizuar në mënyrë cinike të drejtat e LGBT-s për të përforcuar një rimeso progresive dhe për të fshehur krimet izraelite, është shtuar në repertuarin Hasbara, së bashku me mbështetjen për të drejtat e kafshëve Vegan Wash. Në fund të fundit, ky ligjërim ka për qëllim të funksionojë në ballafaqim me palestinezët e prapambetshëm për t'i çnjerëzuar mëtej ata në audiencën perëndimore dhe për të zbutur kritikat ndaj Izraelit. Por është një llogari që nuk është më e pranueshme në shekullin e 21, me botën që po zgjohet me realitetet e luftës dhe okupimit. Vitet e fundit, raportet analistëve të medias tregojnë se njerëzit kanë lënë vakumin e mediave kryesore dhe tani po zgjedhin të marrin lajmet e tyre ose nga media sociale ose përmes konkurrentëve ndërkombëtar. Hasbara ishte me të vërtet dikur një mjet i fortë efektiv, por me burime gjithnjë më të besueshme tani në dispozicion, mediat kryesore duhet të sakrifikojnë kredibilitetin ose donatorët e tyre, shtoi Najar. Në Amerikë, mediat kanë zgjedhur të sakrifikojnë besueshmërinë dhe logjikën. Ishte kjo tëra të ndruar shikues për këtë edicion të emisionit Bota në Fokus. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe miru takofshim javën e ardhshme. Mirëmbëngjes.